Mëshira e Muhamedit alayhi salam ishte e madhe. Shumë njerëz që dikur e kishin kundërshtuar Muhamedin alayhi salam tash ishin pranë tij dhe natyrisht se ata frikoshin mos Muhamedit do t'u hakmerret, sepse ata I kishin munduar shumë muslimanët në vitet më parë. Mirë po, disa prej tyre do thotë thuaj ranë gjunjë dhe lutën Muhamedin dhe I thanë, ne kemi dëshirë përfundimisht, kemi pranuar Islamin, po me na I falë, dhe më thonë ato veprime që dikur I kemi bërë kundër teje, kundër Islamit, edhe kundër Allahut. Muhamedi tha se përfundimisht e keni pranuar Islamin, kështu që une të gjitha këto do thot ua fali. Shpirtëgjërsia e tij e madhe ndaj njerëzve që dikur I kishte pasur kundërshtar, ishte një veti që pak njerëz e posedojnë. Mirë po, profeti ishte njeri I Zotit, dhe se ne, edhe në rastet kur kemi vështirësi të mëdha, e falim tjetrin kur mundemi ta dënojmë. Kjo është një madhështi e Muhamedit. Për të gjitha këto, piset rreth Mekës dëgjuan edhe tash thanë shumica e Mekasve u bënë muslimanë dhe ne na duhet pa tjetër ta zhdukim muslimanizmin. Edhe u ngritën edhe piset dhe thot për rreth Mekës shumë, edhe u banë shumë njerëz, shumë luftëtar, të cilët kërkuan që të luftojnë me pejgamberin. Pejgamberi mlodhi njerëzit e tij, I këshilloi. Edhe ata I thanë se ushtrit tjera janë shumë më të zhvilluara, shumë më të përgatitura, se kanë bërë lufta të mëdha dhe kanë zaptuar do thot territore shumë të mëdha rreth Mekës. Pra, lufta nuk do t'jetë lehtë. Mirë po, Muhamedi tha me emër të Zotit, ne do të hyjmë këtë luftë edhe do ta fitojmë. U nisën edhe në një lugin, vërtet, ata u përgatitin e të dy anë të luginës me shigjeta dhe qëllun edhe vranë shumë musliman. Por pejgamberi ranë gjuj edhe luti Perëndin edhe I tha, o Perëndi, më ndihmo sukur arrita ta marr Mekën, ta marr pa armë, ta marr pa luftë, më ndihmo që edhe këtë luftë ne ta fitojmë dhe t'i zgjerojmë territoret e muslimanizmit. Disa nga Mekasit fillun të ikin, të largohen, sepse shigjetat e armikut fillun t'i qellojnë dhe tash ata u frikun. Mirë po, Muhamedi, Ebu Bekri, Aliu dhe shumë të tjerë hynë mesin e betejës si luftetar dhe thanë, po luftojmë në emër të Allahut. Atëherë disa nga ensarët, kur e dëgjuan zërin e pejgamberit, I thirrën shokët e tyre dhe muslimanë të tjerë dhe thanë, e jani se Muhamedi po na prin dhe ne I kemi premtuar se do t'jemi pranë tij në ditë vështira,
në ditë mira, po sot o kur do t'jetë nevoja që ne ta ndihmojmë. Dhe këtu vërtet u zhvillu një luftë të jetë e madhe, muslimanët dolën fitues, arritën do të thotë të zënë robë. Ushtrinë e armikut arritën të marrin shumë plaçka, sepse ishin të pasur fisë tjera dhe sikur edhe u përfundoi lufta me fitoren e muslimanëve. Atëherë fillun, do me thonë, ndamja e robërve, ndamja e plaçkave, edhe zakonisht njeriu lakmon. Se cili njeri lakmon diçka kur është se tjetri ka marrë një tub dele, tjetri ka marrë një tub deve, tjetri ka marrë disa ushqime, tjetri ka marrë armë, kështu që disa ensar, se si ju vuc dhe mendun se muslimanët e ri të Mekës kanë marrë ma shumë plaçka. Edhe ju drejtuan pejgamberit i thanë, ne kemi bërë luftën, ne të kemi mbështet vazhdimisht, mirë po nuk kemi të kënaqur me ndarje. Atëherë pejgamberi ju tha ensarve, shikoni, ju duket se unë ju kam dhënë pak ma tepër plaçka muslimanëve të ri. Mirë po ju ensar jeni njerëzit e mi. Ju ndoshta dhe mund të thuni se më keni pranuar në ditë vështira, më keni pranuar ku Mekasit dhe idhujtar tjerë me kanë ndjekë se të mbrasin. Me keni pranuar në atë ku kur unë nuk kisha ushqim. Mirë po ju më keni dhënë trullin më të mirë në Medinë. Të gjitha këto dhe mund të ankoheni në mua, por unë gjithmonë do të mbetem njeri juaj edhe i dashur. Por duhet ju kujtoj edhe diçka. Kur kam ardhur në Medinë, disa prej jush nuk keni qenë musliman. Disa prej jush nuk kanë besuar në një Zot. Me ardhin time, me ardhin e disa fisëve që i kam gjetë aty dhe kanë qenë në Qabe, sidomos fiset i kam pajtuar, fisin Hazrez dhe fisin Auz, kështu që ju jeni njerëzit e mi që ju më keni ndihmu, por keni përfituar diçka të madhe e cila do t'ju gjindet në jetën e përtejme. Në jetën e përtejme sepse ju keni pranuar Allahun, ju keni pranuar t'i faleni ati dhe të mos i bëni shok askujt. Pra kjo është një fitore e juaja, mbajinin mend këte. Njërin nga ensarët ju drejtua Muhamedit e i tha, ne po pajtohemi me mendimet tua se na kanë ndihmuar. Mirë po kemi frikë se ti tash ke arnë me lindjen tënde, ke arnë me ku ke lind, edhe nuk do të vish përsëri ke arnë me edhe nuk do të vish në Medinë. Pejgamberi tha, këtu kam lind, këtu jam rrit, këtu më ka rrit Ebu Talibi, këtu më ka rrit Abdul Mutalibi, këtu më ka rrit nëna ime, këtu më ka rrit gjithënësja ime, Halimja të cilët unë kur nuk ja harroj. Mirë po qetësinë shpirtërore për të falë Allahun, për t'ju drejtuar Allahun, e kam gjetë të ju ensar dhe unë gjithsesi për gjithmonë do t'jem i juaj. Kështu pra u bani një marrëveshje që
pejgamberi arriti me ensarët dhe ma vonë e shohim se do të shkon në Medinë. Bia ime, u bë vonë, po ngritemi dhe pusho e Zoti të shpërbleft. Hajde, bia ime, natën e mirë. Natën e mirë, baba.